Imigrantë civil bosnjak gjatë rrethimit të Sarajevës, ndonjëri nga turistët e huaj snajperist që dëshironte të vriste për qejf, mund ta ketë pasur afër vetes edhe Aleksandar Vučićin. Ky i fundit, sipas pretendimeve të një gazetari hulumtues kroat, ishte i pranishëm në kodrat e kryeqytetit bosnjak gjatë kësaj kohe të rëndë në vitet 90 të shekullit të kaluar. Për më tepër, Domagoj Margetić edhe e paditje të mërkurën në prokurorinë e Milanos në Itali, presidentin e Serbisë me akuzën se është përfshirë në aferën që tashmë njihet si Safari i Sarajevës. Gazetari kroat postoi një video në mediat sociale ku shihet Vučić, atëherë vullnetar i ri, të kishte qenë i pranishëm në një nga postbllokët në kryeqytetin bosnjak me armë në duar. I pari i Serbisë reagoi rept kur mori vesh për këtë. Keni gënjur për snajperën time rreth Sarajevës që 20 vjet. Torpiuçov dhe vazhdani të gënjeni. Kur në duart e mia s'kam mbajtur snajper, madje as atë pushkën për të cilën po flitet, sepse ato janë këmbët e një kamere.